Edhe sa po ka fillu ta marrat temperaturën e parë. Bolën, gradualisht e shtypim, e përcim. Edhe ka harkuar mas 10 minuta me shtu karanfilin. Po. E thot. Kanilën. Edhe lëkurën e limonit. Këtë limonin e kena lëmë për dekor. E shtojmë vetëm pjesën e kuar. Po. Tash e presim edhe 10 minuta tjerë për muzi. Po. Veç ka fillu kokra e rushit mu oj, edhe kjo fillan mu zbut me nja. Të me dha kena mu gëzu. Del pak resheli. Në fakt e kena vendosur me bo në formë të langut. E tha edhe Lena i shtoni më shumë sasi të ujit nëse doni me përdor langun e rushit për shkak të përmbajtjes së tyre mineraleve, vitaminave e çdo gjë tjetër. Nëse doni me përdor në formë resheli i shtoni sasi të ujit më të vogël. Len? Se duhet me shiu pa tjetër saranda aromen. Ta me tha fantastike. Prit se po të nimoj. Hajde mos i merë këtë pak ma të të shushun se kësha gullu heq, Lenë. Në kësha pitë shumë me rosh. Kjo sasia e mbetjes pastaj mund të përdorit së reqel. Sa në mafshin që atë se pas ke më gëzu shumë sot. Sot pas ke më gëzu, veç me s'ta këshyrëm na kader dhe të se gëzohëm. Okej. Të dashur mes, të gjitha recetat i gjeni në faqen Familja Jon, në të gjitha rrjetet sociale. Me Lenën, po ashtu, edhe këtë recetë të langut të rushit, sasinë e cila të pranë, nuk e di cilën kamere kam qëto, sasia e cila të pranë mund të përdoret si reçel i rushit, edhe është fantastik. Po, me që e blun pak ma shumë? E blun pak ma shumë, po. Po ma qëtë mund i gotë qëto? Po, me njëha. E tani pjesën e kamermana dhe e ndalim gjyrimin. Që kjo është ajo pjesa që une e shijoj punën, e Saranda e shijon Am ke thonë për shta, atë kom dytë për shta. Po. Për ndryshe, unë i adhuraj këto aromat kur gatuhet aty për aty. Fantastike. Lenë, faleminderit shumë, që çdo herë je e gashme me na gani dhe të shnetshme të shpejta. Këtë recetë besoj e gjenë edhe tek faqet e tua. Patjetër. Një lëng i tillë, është lëng natyral, antioksidant, antimikotik që e largon edhe myshkën, ndikon lëvizje të zorës, metabolizëm, më thonë është mrekulli në krahasim me një lëng ose paketume që e bleni fëmijëve për me marrë me veti në shkollë ose që i ofroni në shpejt. Keni ne për diçka të ëmbël? Po. Ja, një rosh, një lëng rushi i ëmbël. Tash nuk e di janë shumë e nxehtë. Është vak. Ose i mirë. Për një ma shumë i mirë. Kështu që rrujmë të shishet nëse dojmë e përdor për një periudhë të shkurt, por nëse dojmë e përdor afagjat, e thamë në kube akulli, ose edhe në shishe në ngrirje të thella. Faleminderit shumë, Lenë. Faleminderit shumë edhe juve për mundësi të shnet për të gjatë.